Mirëmëngjes, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit, ja ku jemi sërish drejt për drejt, edhe sot për të nisur një javë të re, 23 qershor, mirëmëngjes Babi, erdhën ata? Po. Mirëmëngjes. Me gatu pilaf, mishpule, gjona tilla, apo jo? Është verë, sallat, shalqi. Shtyhet. Vera, koleg, kërkon 20 deri 25% më pak kalori se sa dimri, mesatarisht. Po ti pse ha më keq se dimër? Unë depozitoj që ti kem. Depozitoj, e kuptoj. Në një dhe ti shton, ndërkohë në dietën tënde edhe birrat, që nuk kanë tjetër intensitet në verë. Është si uji, koleg. Gjithë vjen fatura ujit, mu vjen fatura birrës. Ku e çon, ku e çon? Do më sa hyn ke shtëpia është në këtë kuptim. E mora vesh. Me jetë gjithë se cili përshtatet me kohën si pas imunitetit tia. Si unë do të thosha si pas gjëndjes biofizike. Okej. Që ka gjithë se cili. Qa të të në bjë? Nuk e di është doktorën e s'marri vesh. Më lini të punoj, më lini recetë dhe mia. Në regull. Por, është periuda që rim shumë me mishtape. Se tani bëhen fundjavat më gjata, njerëzit kanë qenë të grumbullohen, ose të kalojnë pushimet bashkë, apo jo. Zakonisht njerëzit, koleg, nuk pëlqejnë të grumbullohen trafik, do të për grumbullohen. Jo, po miqt janë të nevojshëm, do të thotë gjitha llojet e tyre. Për shembull, tani është periudha ku vinë emigrantët, të cilët kanë shtypë, të cilët në emigracion. Ku do vinë, ku do rinë, janë shumë gjithë të pja fati, gjithë të fati. Koleg, le të vinë miqt. Miq dua. Le t'i shohim miq kush janë. Studimi tjetër, kolegu i ngjanë edhe Zelenskit. Ja. Prandaj e mbajtën për ta verifikuar. Jo, unë po i thash regjisë, mbajnë që këta verifikojmë, e ke fjalën për kolegun. Photoshop që kolegun është kopje Zelenski. Me përjashtim të asaj që nuk qahet sa herë që ka nevojë, nuk qahet asnjëherë. Kolegu nuk qahet. Edhe për këtë më pëlqen. Jo, Zelenskit jo, domethënë. Unë jam shumë i kënaqur me papën. Me Papa Leonin është krejt... Ti, ngjan më shumë. Ti, bëjva. Ti. Je fiks. Je fiks, do të vendosim një gjithë bardë kokë edhe me siguri. Se është dhe mëgjes, Papa në ndjek, koleg. është periuda që fillojmë dhe sportet. I kam lënë me të drejtën. Sa mirë gjithë. Gjatë gjithë verës do gatuaj. Do gatuaj Do bëj turshi, do bëj kështu zajre dimri. Dëgjoni, kandidat. Patlıcan turshi. Ndryshme. Patlıcan turshi. Patlıcan turshi, po. Si bëhen turshi? Po me ujë, uthull, krip, piper, rigon, hudra, çat gjeni, bëj një bashkë. Jo, aq që thjesht, nuk është aq thjesht, i the shpejt e shpejt, dohet të hike nga bicikletë. Ka procedurë, po nuk do të shpjegoj gjitha se më marrin sekretin e turshit. Po futën një spirale sikletësh që nuk do del dot. E kuptoj. Domethënë i bëgë turshit me gjithmonë. I bëj. E beson ti koleg? Unë pa e vënë gishtin te turshia nuk e besoj. Okej, nuk i bëj. Nuk i bëj. Në rregull, e thamë. Por, një nga gjërat që duhet bërë, dhe kolegu e bën rregullisht, është gjimnastika e mëngjesit. Por e bëj pas dite. Gjimnastikën e shtyt. Tash është mëngjes tempo. Ka qenë dikur një lloj parodie që bënim me një nga këngët më revolucionare që ka pas Shqipëria. Dërara fabrika kantiere, të dalim me kanatiere, të nxjerrim trupat e këndezit që të bëjmë gjimnastikën e mëngjesit. Po, bravo. Edhe këndoj kjo kënga, sepse ne e kishim detyrueshme kur shkonim në shkollë, çere kore përpara se të hynim në mësim, do na bënin gjimnastikën e mëngjesit. Në 7:30 ishte rreshtimi. Deri në pa 10 rreshtohesh, 7 hyje brenda. 20 minuta ishte 1, 2, 3, 4. Në jetë fare keq s'ka qenë ajo gjë, domethënë para se ishte kinezëri. S'ka një kinezëri, ishte rreshtohesh aty. Çdo ditë perëndie? Çdo ditë shkolla, jo perëndie. Çdo ditë shkolla, po ne kishim shkollën nga e hëna në të dielën, nga që ishte pushim të dielën, nuk bëhej gjimnastik, bëhej një version i zgjeruar, aksion, pastrim pallati. Nuk ishte asnjë ditë rehat. Po në ditë me shi? Edhe në ditë me shi. Po, kishte çadra në Gjirokastra. Kur? E ke parasysh dinosaurët? Po, ndruan jetë 3 ditë përpara, pastaj lindi kolegu.
Me gjithë unë të materniteti I Tiranës, që ti eshe qetë. I cili ka qenë 2 dhoma kuzhinë atëherë, ta shesh zgjeruar. Jo, kolege, ke gabim. Ka qenë 2 dhoma I kuzhinë plus një kazonier. Ka qenë edhe aty ku mbanin veglat. Për rastet veçanta. Që dezinfektonin veglat me raki. Por, le të shohim kur gjimnastik në mëngjesit dhe bën buz detit. Se ne kemi pas dhe kampionjerësh, kam qenë të njëjtin kamp me kolegët. Gjithkush ka rutinën e tij, nuk duhet të gjykojë njerëzit. Dikur e ka pas bo kipin. Po, vetëm se ideja është kjo që ai donte të impresiononte atë vajzën aty. Për atë maksimumi mund të bësh një pompë vetëm. Po, sa të se bën dot. Takon barkut e unë nuk e di si takon barkut, po që hajde. Se di. Tani thoni ju që keni bark. Thoni ju. Ja, nuk është se. Por let flasim për prodhimet vajore. Let flasim për çfarë duash, vetëm për barkun jo, Për prodhimet vajore. Vaji ullirit nuk është më I vyer vetëm në kuzhinë. Edhe në plazh. Po, përdoret sidomos në estetike, përdoren njerëz zakonisht. Për shembull, e ke provuar ndonjëherë maskën e flokëve me vaj ulliri? Nuk ka gjë që e lan. S'ka rëndësi kjo, domethënë. Ai prandaj bëhet që mos la. Mund të jetë ajo mund të jetë edhe një ambient I ushqyeshëm për parazitët, domethënë po e hodhe uthull dhe krip, e ke kështu sigurt. Bën shumë mirë. Thuhet që bën shumë mirë vaj ullirit edhe për lëkurën, për fytyrën, domethënë. Dhe përdoret masivisht në prodhim sapunesh. Po, është vërtet. Kremra, me vaj ulliri e kështu me radhë, në turshi përdoret vaj ulliri. Shumë pak. Pak, po përdoret, apo jo. Tani, do t'i që e prodhon atë vajnë e ullirit, po ndoshta edhe s'ta pëlqejnë. Po ju ç'pun keni me prodhimin e vajit të ullirit? Sepse kusho nga Berati ka vendosur të ketë një prodhim alternativ, një përdorim alternativ të vajit që nuk I shit. Mos ka një parcel me pemë? Kam të 2, po nesër. Jo. Këtë kushën mund edhe mos ma kishin nxjerrë. Është që I kënë drojtur. Ska, si. Edhe beqar, apo jo? Kolegu. është dhe beqar. Edhe kërkon nuse. Që ditë bëjt rushi. Nga mamaj po nga babaj? Sikur më ka shkruar. Që të keqe ka, mua më duket bio dhe zgjidhje për vërtetit. Po pse kishte marrë gjithë bidon me vete? Vajnë tim që s'ma soli, gjoja po s'të gjeta të kërkova në për qatra ku ishe. Dhe I dërgova location, logarit. Tani kemi një serial të gjatë, dhe më thëmë që pyesim Sirin edhe I na përgjihet me I dialekt të caktuar. Herë në fundit e kishim nga? Nuk e di. Se mban mend. Të ejnëtën me duke dhe kishim Berate, kështu me radhë. Tani na det nga Elbasani. Është I njëjti pyetësor, do më thëmë na det nga Elbasani. Hamret! Siri, Hamret! Pyte Siri. Që ka për ta në gjumë me kujdes? Hajde gjojë. O Siro, po Hamret? Nuk e entuziasmoj, kolegu, nuk e entuziasmoj. O bëje ta mama, ose? Do më bëje 50%, 20% bëje. Po jo 8% do mund të... Me gjitha të në Elbasan e bëjnë qefit të ma. Bani I herti? Urdra? Bani I herti? Po pse? Që e më që jukebox me pages? Do t'a baj, po kur t'i vi koha, ola. Mirë, në pjesë të parë do kemi parashikim moti prej vërtet. Pse? Jo se nuk I kanë dalë, por me baza shkencore. Jo në aplikacion. Ja me minuta dhe filaqë me minuta. Më shkenë se kaqë. Në fundit kur në thamë 2 pa I qerek biteshi, nuk e gjeti, ra një gjus. Jo, ra, me të në drejtën e ruajta unë si spione, ra në orën 1 pa 1 qerek. 2 pa 1 qerek, në tha. Nuk ra në 2 pa 1 qerek, ra më shpejt. Nese, mos debatoni. Ka të rëndësishme është që ju po kapeni 10-12 minutash, po. Ja themi rezardës, ta shikosh që do thotë që po, është. Sot nuk ka shi njerë. Sot nuk ka shi në Shqipëri, po diku në Tibet mund të bjerë. Të javë jo, por javën tjetër dhe mundet. Të flasim me rezardën, të thotë, se nuk duhet të dekonspiroj, sepse ka artë e zonjusha, ka marrë taksi, ka artë mision, të që di mund gjitha pëse është e grimi, do vi elegante, bukur si për erë, do ka të gjitha. Po, Rezarta Gjakollari pas pak në studio për të na bërë një parashikim për 2 muaj të mbetur të verës. 2 muaj, me njerë. Por dhe fundin e qershorit, se nuk do jetë një fund qershori
I lehtë. Kështu, me diell plazh, mund kemi dhe disa kapriço të motit. Okej. Por mos u shqetësoni se... Kapriço është shqip, apo jo? Po. Tek. Okej, kapriço është më mirë. Teka. Kapriçoza. Ne nuk I themi duaj një picë tekanjoze, I themi duaj një kapriçoze. Do ishte shumë bukur. Shumë bukur, tekanjoza. Picë tekanjoze. Po, bra. Gjithsesi, mos u shqetësoni, korri gushtin e keni ferr. Megjithatë, unë mendoj që profesorët që po na ndjekin le ta shpjegojnë nga shqipja kapriço. Zoti Dalipaj veçanërisht. Kap, do thot... Ka njerëz që merren me këtë punë. Lëre, domethënë, baje vetë. Ka përkthy gjithë fjalorin e latinishtesh nga shqipja. Nuk po gjeka I fjalë kapriço. Bologna, për shumë është Bologna. Shkon të jeti Bologna? Bologna. Është ajo që ndronë. E kuptoj. Mos I merr gjitha qytetet italisë. Milano, shkon në Itali? Edhe I ke robat, se do ishtë Milani, që këtë robat. Milano. Ka drejt. Vazhdo? Çdo qytet tjetër, por nuk është se... Tani se zorin do merr me këtë punë. Nejse. Mirë. Nga Amerika në pjesë të dytë do të kemi Gledis Guri, biolog. Një histori suksesit duhet thënë kjo, sepse studimi I tij është të vlerësuar si një ndër më të mirët në botë dhe ka të bëjë pikërisht me popullatën e detit dhe ekosistemin e ujit. Është një studim I kryer nga ai dhe grupi I tij. Pra, sipas ADN-s së specieve të detit, mund të tregohet popullata dhe analizohet ekosistemi I tyre në det. Nëse më herët bëhej duke peshkuar apo duke zënë në rrjet specie të ndryshme, nuk është më nevoja të dëmtojnë gjallësa, sepse fal ADN-s së tyre që rezistonte nga një javë deri në një muaj në ujë, mund të bëjmë të mundur të dimë se çfarë gjallësash mban uji. Në Amerikë Gledis, Shumë I qartë. Me kë ju ngjan Gledis? Ka një lloj ngjashmërie, po se me kë tani nuk më vjen... Gledisi është djali I Sazan Gurit, I profesorit. Dhe është tani në Amerikë. Në Amerikë, më përpara ka jetuar në Finland, në SBA gjendet për studimet e post-doktoraturës, do qëndroi aty dhe për 2 vite të tjera, por me suksese shumë. Super. Fantastik, Gledis. Atëherë që ka djali mikut programit tonë, që do të thotë është miku ynë. Dhe me hatër, na ka zgjedhur neve, sepse profesori është mik I programit tonë, për të ndarë sukseset e tij. Pastaj, duhet bëjmë dhe unë mis, sepse shkoha perfekte të më pyesin çfarë do doje, se po merr pjesë në kompeticion, do mund të them për të sjellë paqen në botë. Është momenti, koleg. Ti mund të jesh antar jurist tashmë. Ja, mund të jetë edhe prezantuesja e misit. Po, edhe aty lejohet. Mund të gjesh një nga këto alternativat. Ose antar juri gjithë me Nila Bash. Nila Basha tani po pati mis është ajo antar juri. Po pse përmendë këtë punë mis edhe? Unë s'mund të konkurroj për mis? Patjetër që po, ka rruga Kavajës, duhet të kesh besim tek vetvetja, vetëm kjo mungon. Madje edhe kolegu mund të konkurroj për mister. Jo, kolegu. Mister senior, quhet ndryshe. Vazhdoni prezantoni ju vajzat. Atëre, nga Miss Shqipëria. Miss Shqipëria? Po. Do kemi Petri? Jo. Nuk do jetë Petri, por ka sjell 4 kurora. Është Gledja Preka, Miss International Albania 2025. Kleja Sulemani është Miss Earth Albania 2025. Deja Hila është Miss Elite 2025, ndërsa Natalia Lalaj është Super Miss National Albania 2026, sepse në këtë kategori Missi zgjidhet një vit më përpara. Edhe do vinë këtu këto goca? Të 4 vajzat këtu, ku do ulën? Unë nuk do jem pjesë. Jo, të ri ti dhe iki unë? Jo, do t'i temojmi ka vënd për të tërë, ka vënd për të tërë. Më vjen keq për Gledis Gurin, do I bëjmë që shkurtë të saj. Pjesës e mikrobe. Dhe në pjesë të fundit do gatuajmë... Po pse? Po do gatuajmë se duhet gatuajmë. Ishim mirë, dhe më. Do gatuajmë për gocat? Sa dhe misët hanë diqka. Po, dhe për vajzat kemi tart me krem pjeshke. Tart me krem pjeshke. Bazaj tartës djetë Iva Ticho Production. Nuk është zjetë kot kremi pjeshke. Tani ju duken si të verda vetë. Jo. Këto na duken si vezë krokodili të
stazhonuar. Si mu ta gje njeriu kështu këtë foto? Mua më pëlqeu si foto. Thjesht pëlqeu si foto. Po ti merr një foto nga zbarkimi në hën, edhe thuj është... Uroj që Iva Tiço tje duke e parë se si ka përfunduar baza e vetë. Po, bravo. Tashmë shumë e kërkuar në industrinë e këpucëve, tek ato këpucë grave me tapa. Ke parasysh? Është baza e dytë më e kërkuar pas bazave të Iranit. Shikoni sa artistike është. Shumë e bukur. Pjeshkët aty nga pjeshka më e madhe tek pjeshka. Mund t'i marrim edhe si domaten e koleg. Nëse po janë pjeshka, koleg, unë jam Petri Bozo. Nëse këto janë pjeshka, atëherë ta lëm atë pjesën e... Nuk je Petri dhe ato janë pjeshka. Ato janë pjeshka, e vendosëm koleg, këto janë pjeshka. Me gjitha të koleg, ne një mis kemi këtu dhe jemi krenare për atë. Po. Është dhe Fabi, pastaj, që jemi... Janë pjeshkë turshi. Po, ka pjeshkë turshi. Koleg, atë kujtohet Elektrik Blu? Koleg, janë disa programet s'ka lidhura me memorien tonë. Po. Kështu që jetë rreth nesh, Elektrik Blu. Ka të ndisëm dikur e shinim qeftas. Po, Elektrik Blu ishte program do shta i pari në botën shqiptare që tronditi shumë. Po ta shohësh sot duket si kështu, duket e qeshara. Mjafton të hapësh Instagramin e një vajze normale dhe aq është. Kjo është arsyeja që Benson Boone, pasi dështoi me sukses të këndonte Bohemian Rhapsody, do këndoi këngën Mr. Electric Blue. Dhe ja kushtojmë gjithë atyre që kur shinin programin u tretën. I sigur që është për këtë? Po. Benson Boone?